Trumpi, me sa duket, analistët, në fakt, ka një lloj kështu, ka dyzime, apo janë 2 korrente, 3 korrente analize, por duket se po bën si biznesmen, kuptimin që të vë një herë tarifën maksimale, shef reagimin tënd, bën ulësh negociat, ndjek bursën. Trumpi është kthyer si shiko, kur eksplozivet që vijnë në det, kanë një fitil. Fitili në det është që mos lagën dhe është fitili ngadalt. Dhe atë edhe asnjëherë nuk e di se kur do të plasi, pavarësisht se ka një orë dhe thjesht e ndez, edhe tash i pret kur do plasi, edhe Trumpi nuk di se kur do plasi, puna e fitilit. Si është ndezur, plas sot, plas nesër. Amerikanëve keni durim, tha, se asnjëherë nuk ka ndodhur, tha, që treqereku i kryeministrave e presidentëve të planetit duan të Në fakt zyrtarisht vetëm 15 shtete ishin ato që kishin marrë në telefon. Si? Shtëpia e Bardhë konfirmoi që vetëm 15 shtete kishin marrë në telefon. Shtetet që të rënditë. 15 shtete, nëse tarifa 100 shteteve të marrin në telefon 15, nuk është dhe aq sukses. Është një arritje suksesi i madh i Trumpit. Në ditën e parë të tarifave, Elon Musk humbi minus 6 miliard dhe sot bursat shkuan plus 4, plus 5 dhe në Japoni plus 9.3. Po gjithato si të pezullimit. Pikërisht, pezullimi dhe lëshimi. Trumpi me një dorë të mban, me një dorë të bjen. Në aspektin gjeopolitik, për herë të parë në historinë botërore, Kina, Japonia dhe Korea e Jugut po diskutojnë që të bëjnë një blok ekonomik në vete, pra imagjino. Është suksesi i tarifave. Pra suksesi i Trumpit. Po suksesi i Trumpit në këtë rast. Suksesi i Trumpit, e themi ironik. Ironisht. Po t'ishe në shtetë Amerikanë Trumpin do votojë, kështë e kemi thënë në emisionë për para. Për Amerikën po, është në rregull. Po jo është do Amerikën po, për jashtë Amerikës të është. Ka edhe elemente që se janë pozitiv, se kjo që po ndodh. Një se i bajmë më të mirë në atë emisionë e goqe. Jo, se moj, po të kisha që në Amerikë. Këtë do votojë, që thonë Trump. Për çështjet Amerikës do votoja Trumpin, absolutisht. Po mirë, po t'ishe në shtetës Amerikanë, me komësi shqiptare, prap Trumpin. Edhe unë Trumpin do votoja, vërtetësh.